Nëse ka diçka që e karakterizon qytetin e Patrus në Greqi, janë karnavalet. Ditë të tëra festimesh, me parada shumëngjyrshme, me maska, e bëjnë këtë qytet një destinacion fantastik, jo vetëm për turistët, por edhe për vendasit, sidomos për studentët që për disa ditë duan të ikin nga librat, nga stresi i provimeve dhe thjesht të argëtohen. Një gjë të tillë kishte vendosur të bënte edhe Claudia Lata, një vajzë me origjinë shqiptare, vetëm 21 vjeçe, e cila kishte lindur dhe ishte rritur në Larisa të Greqisë. Një gjë që kam vënë re tek prindrit shqiptar emigrantë në shtetet e tjera është që janë të gatshëm të sakrifikojnë çdo gjë për t'i parë fëmijët e tyre të realizojnë atë çfarë ata nuk kanë mundur dot të realizojnë. Shpeshherë është shkolla e lartë. Një pjesë e mirë shqiptarëve që emigruan të rinj u detyruan të mos e vazhdonin shkollën e lartë për arsye ekonomike, ose mund ta kishin bërë shkollën e lartë në Shqipëri, por diplomat e tyre nuk njiheshin jashtë shtetit, dhe për këtë arsye ata humbën shumë mundësi dhe mendoj që ëndra më e madhe për këta njerëz është të shikojnë se si fëmijët e tyre kanë mundësi ta bëjnë shkollën. E Claudia në këtë aspekt absolutisht i kishte bërë prindët e saj krenar, sepse jo vetëm që kishte vazhduar shkollën e lartë në një deg të vështirë siç është ajo e mjekësisë ushtarake, por mbi të gjitha ishte një studente ekselente. Me datën 28 shkurt 2023, bashkë me partnerin e saj, ata nisen drejt Selanikut. Claudia kishte një lloj frike nga autobusat, nuk i pëlqente të përdorte autobusin, prandaj kishte zgjedhur gjithmonë të përdorte trenin, sepse i dukej më e sigurt. Dhe treni pikërisht atë ditë për të shkuar në Selanik, ku ajo ishte zhvendosur për të studiuar, duhet të ndalonte në Larisa, ku jetonin familja e saj. Ndërkohë që janë brenda në tren dhe po presin të nisen, Claudia flet në telefon me familjen e saj, të cilët i thonë që të ndaloj dhe t'i takoj, por ajo refuzon dhe thotë që duhet të kthehej sa më shpejt në Selanik sepse duhet të studionte. Dhe ndërkohë që mbyll telefonatën me familjen e saj, shikon nga partneri i saj që është ulur aty afër dhe ndjen që ka diçka që nuk shkon. Claudia ndjen që duhet të ndronin vagon. Quajeni një lloj parandjenje, por Claudia nuk është rahat dhe i kërkon partnerit të saj që të kërkojnë që se ka në një vend tjetër për të ulur tek vagonat e tjerë. Partneri i saj është i lodhur, ai thotë, "Okej, mbas 10 minutash, më lër të pushoj pak", por ajo e shikon në sy dhe ka një shikim ndryshe nga herët e tjera, të paktën ai e ka përshkruar në këtë mënyrë. I duket sikur po insiston, sikur është diçka serioze, nuk është thjesht sepse nuk i pëlqen se dilja ku është ulur. Prandaj ai ngrihet, i buzëqesh, Claudia i buzëqesh, ngrihet nga vendi ku ishte ulur dhe shkon të kërkojë për vende të tjera ku mund të uleshin, vende të lira. Në fakt treni ishte plot me student, Claudia dhe partneri i saj nuk ishin të vetmit. Kështu që për gjetur një vend tjetër nuk ishte aq kollaj. Megjithatë ai niset dhe kur ka bërë rreth 15 hapa, ndjen një goditje të fortë. Një goditje të fortë që e hedh për tokë dhe shikon se si copëzat e trenit i bien përsipër, copëza metali i bien përsipër. Ai mban mend vetëm njerëz që bërtisnin, që ulërisnin dhe thonin që do digjemi të gjallë. Dhe nuk e kishte kuptuar se çfarë kishte ndodhur. Dinte vetëm që Claudia nuk ishte aty me të dhe mendimi i tij ishte si ishte ajo. Dhe sigurisht ishte i shqetësuar për gjendjen e saj. Partneri i saj do të merrej më pas nga ndihma e shpejtë dhe do të çojë në spital ku do mësonte për faktin që për shkak të një përplasje të trenave, Claudia kishte humbur jetën. Dhe bashkë me të edhe 56 njerëz të tjerë. Hej, përshëndetje, mirë se erdhët në Mysteriland. Emri im është Eri dhe këtu na tregojmë histori true crime, paranormale dhe gjëra të tjera të ngjashme. E para, unë nuk flas gjuhën greke dhe pjesa më e madhe e artikujve mbi këtë rastin janë në gjuhën greke, kështu që më është dashur t'i marr informacionet nga artikujt shqiptar ose artikujt në gjuhën angleze. Nëse kam thënë diçka që sipas jush nuk është kështu ose është konfirmuar më vonë, që është ndryshe, mund ta lini informacionin tek pjesa e komenteve. Dhe kjo ngjarje ka ndodhur në Greqi, kështu që të gjitha emrat e personave ose
vendeve janë në gjuhën greke dhe unë gjuhën greke nuk e njoh, kështu që ka shumë shanse që edhe ato ti mos i them siç duhet. Kështu që edhe për këtë kërkoj mirëkuptimin tuaj dhe pa u zgjatur më tej, le të fillojmë. Treni pasagjerëve Intercity 62 me destinacion Selaniku niset nga Athina në orën 19:30 të datës 28 shkurt 2023. Bashkë me 342 pasagjerë dhe 10 pjesëtar të stafit, treni arrin në stacionin e Palaioffarsalos. Lutem kujtoni që unë nuk di greqisht, kështu që mund ta kem thënë komplet gabim të emrin, por pikërisht në këtë vend ndodh diçka që e detyron trenin e pasagjerëve të ndalojë aty për rreth një orë. Kjo sepse kishte pasur një defekt tek pjesa e elektricitetit, tek korrenti dhe trenat kanë nevojë për korrent që të ecin. Kishte ndodhur një defekt dhe tani duhet prisnin teknikët që të vinë dhe ta rregullonin. Dhe teknikët arrin të rregullojnë vetëm binarët jugor dhe vendosin ta çojnë trenin drejt binarëve jugor. Sigurisht që trenat nuk ecin me mendjen e vet. Do të thënë makinisti nuk është se vendos ai ku do ta çojë trenin, dihet destinacioni, por nuk dihet asnjëherë binarët. Binarët zakonisht vendosen aty për aty në bazë edhe të trafikut, në bazë edhe të nuk e di, arsyeve të tjera dhe vendosen nga përgjegjësi i stacionit. Është ai që në momentin që ndalon treni i jep okejin cili tren do niset nga cili vend. Dhe Intercity, pra treni pasagjerëve, ishte spostuar nga binarët verior tek binarët jugor pikërisht për problemin me elektricitetin, sepse vetëm binarët jugor funksiononin. Por nëse nuk do kishte ndodhur ky ndryshimi, rruga e tyre duhet ishte tek binarët verior. Në momentin që ata arrin afër Larisas, pikërisht teknikët arrin të rregullojnë edhe binarët verior. Dhe ishte detyra e përgjegjësit të stacionit të Larisas që të ndryshonte vendodhjen e trenit, pra t'i kthente aty ku duhet kishin qenë edhe në fillim, tek binarët verior, por nuk e bën një gjë të tillë. Mendohet për shkak të arresës, sepse ai nuk kishte përdorur kompjuterat për t'i bërë këto ndryshimet, i kishte bërë vetë me mendje, si thua, kishte bërë llogarit vetë, siç bëshin dikur kur nuk ekzistonin kompjuter. Dhe për këtë arsye e nis trenin e pasagjerëve drejt binarëve jugor dhe jo drejt binarëve verior ku kishte qenë dhe trajektoria që duhet përshkruanin që në fillim. Por fatkeqësisht tek binarët jugor ishte vendosur dhe një tren tjetër. Një tren mallrash që ishte nisur nga Selaniku në Athinë, pra në drejtimin e kundërt, ishte vendosur nga përgjegjësi i trenit që t'ishte edhe ai tek binarët jugor. Në orën 23:10 kur treni City futet tek binarët jugor, për rreth 12-13 minuta, ai Intercity dhe treni mallrave vazhdojnë të ecin në të njëjtin drejtim, pa e ditur që nga ana tjetër po vinte një tren tjetër. Një gjë tjetër që i thuhet makinistit të trenit të pasagjerëve është që të injorojë dritën e kuqe. Siç e dini, tek binarët janë disa drita të kuqe që të lejojnë të vazhdosh ose të mos vazhdosh dhe përgjegjësi i stacionit i kishte thënë makinistit që injoroj atë dritë sepse është e prishur. Në fakt, makinisti kishte vënë re që ishin tek binarët jugor dhe nuk i dukej normale sepse te kompjuteri dilte gjë tjetër, por përgjegjësi i stacionit ndërkohë nga radioja vazhdonte t'i thonte jo, vazhdo tek binarët jugor. Kjo sepse kishte harruar komplet faktin që kishte vendosur dhe trenin e mallrave në të njëjtin binar. Nëse ka diçka që na mësohet, sidomos kur bëjmë patentat, një nga gjërat që na mësohet është që për sa i përket mjeteve të transportit që udhtojnë me binar, pra që lëvizin nëpërmjet binarëve, kanë gjithmonë precedencën. Pra nëse ti je në makinë, gjithmonë duhet t'japësh precedencën sepse ata nuk frenojnë dot shpejt. Trenat, tramvaj janë gjithmonë, domethënë duhet t'i jepet gjithmonë përparësi. Makinistët e të dy trenave e kam parë shumë vonë që po shkonin drejt njëri tjetrit. Përplasja fatale ndodh në afërsi të Evangelismos në orën 23:20. Treni i mallrave po ecte me 50 km/h, ndërsa treni i pasagjerëve me 150 km/h. Përplasja është shumë e fortë, aq e fortë sa që të dy trenat si thua përplasen dhe shkojnë në anën e kundërt të njëri tjetrit dhe bien komplet nga ana tjetër.
duke dalë nga binarët. Treni pasagjerëve kishte 4 vagon, A1, K, që ishte restoranti, B2 dhe B3. A1 është vagoni i parë që, si thua, e vuan më shumë për plasjen, bie menjëherë në anën e majt dhe shkatrohet plotësisht. Një fat më të mirë nuk e ka dhe vagoni i dytë i restorantit, sepse deformohet në një formë S-je dhe bie mbi vagonin e parë. Vagoni i tretë, B2, ndahet në 2 pjesë dhe pjesa e fundit godet vagonin e katërt. Me pak fjalë, të gjithë vagonët vuajnë dëme të mëdha. Por si që thash, që trenat të ecin ka nevojë për elektricitet dhe ky elektricitet ushqet nga shtyllat e tensionit në anë të çdo binari. Por në momenti që të dy trenat dalin nga binarët, godasin 2 shtyllat e tensionit në anën e tyre. I pari që godet shtyllën është Intercity, treni pasagjerëve, dhe kjo goditje, duke marrë shkas edhe nga derdhja e karburantit, shkëndijat që dalin nga kjo goditje krijojnë një shpërthim me rreth 40 metra diametër, pra flaka ka arritur deri në 40 metra. Ky shpërthim zgjat vetëm 2 sekonda, por në momentin që po shuhet, treni mandrave ka goditur shtyllën tjetër duke shkaktuar shkëndije të tjera, duke shkaktuar edhe një shpërthim të dytë shumë herë më të madh, dyfishi i shpërthimit të parë. Pra, me një diametër rreth 80 metra, që zgjat 4 sekonda. Përveç kësaj, gjatë periudhës së shpëtimit të pasagjerëve, ndodhuar edhe 3 zjarre të tjera. Këto zjarre ndodhin për shkak të miksimit të vajrave të silikonit bashkë me shkëndijat që kishin shpërthyer sigurisht. Ose të paktën kështu i thuhet familjarëve. Telefonata e parë për ndihmë bëhet në orën 23:24, pra vetëm 2 minuta pas aksidentit. Mendohet nga një pasagjer. Aksidenti është kapur dhe nga kamerat e sigurisë së një godine në afërsi dhe duket që flakët janë shkatruese. Dhe ndihma vjen vetëm 16 minuta më vonë. 17 makina të mëdha, makinat e zjarrfikësve bashkë me 40 zjarrfikës dhe 10 minuta më vonë vinë dhe 4 ambulanca. Duke marrë parasysh sa shumë njerëz ishin në tren, 4 ambulanca janë pak, por gjithsesi këto janë të paktën ndihma e parë që ka arritur në vendngjarje. E megjithatë, zjarri ishte shumë i fortë për t'u fikur nga ndihma e parë. Domethënë, trenat dhe ajo çfarë kishte mbetur nga trenat kanë vazhduar të digjen për orë të tëra, derisa më në fund flakët janë shuar dhe ata që kërkonin për të mbijetuar, shpëtuesit kanë arritur më në fund të futen tek rënojat. Duke bërë edhe më tragjike, sepse sigurisht qofse nuk do kishte rënë zjarr, mbaste një pjesë e mirë e tyre do kishte shpëtuar. Njerëzit kanë dalë nga dritaret e thyera, ose janë detyruar të thyen dritaret, sepse ishin kthyer komplet, domethënë kishin rënë sipër njëri tjetrit. Dhe këto janë vetëm ata që kanë mbijetuar. Një pjesë e mirë e tyre që nuk kanë mbijetuar, për shkak të zjarrit dhe temperaturave të larta, nuk kanë arritur, domethënë nuk është arritur të gjendet trupi dhe janë identifikuar vetëm nëpërmjet ADN-s. Misioni i shpëtimit mbaron në datën 3 mars. Dhe bilanci është tragjik. 57 viktima, mes tyre 46 janë grek, 6 janë shqiptar, 2 persona janë nga Qipro, 1 nga Bangladeshi, 1 nga Rumania dhe 1 nga Siria. Bilanc tragjik, por megjithatë kur bëhet fjalë për aksidente, njerëzit gjithmonë thonë që aksidentet ndodhin apo jo. Ndodhin gabimet janë njerëzore, por kur gabimet kanë 5 vite që ndodhin, njëra pas tjetrës, shumë gabime, dhe askush nuk bën asgjë për të ndryshuar, a mund të quhet më aksident pastaj? Ka shumë pikpyetje te ky rasti, ka shumë arsye sepse familjarët e viktimave nuk janë të kënaqur me atë çfarë është bërë për të vënë drejtësi në vend. Sepse nuk mjafton ta quash thjesht aksident dhe i lam duart. Ka vdekur 57 njerëz. Pjesa më e madhe e tyre të rinj, student, jo se po të ishin të vjetër nuk do ishte e rëndësishme, por
e kuptoni, është edhe më e rëndë. Dhe fakti, mënyra se si ka ndodhur e gjitha dhe fakti që një pjesë e mirë familjeve nuk kanë mundur dot të kenë trupin e tyre mbrapsht është shumë e dhimbshme. Nëna e Klaudias tregon që i e kanë sjell hirjen e vajzës mbas 3 ditësh. Dhe sidoqoftë, të humbësh një fëmijë është gjithmonë e rëndë, po të paktën nëse të sjellin trupin, ti ke mundësi ta shohësh për herë të fundit, ta përqafosh për një herë të fundit, të japësh një lloj lamtumire, por kështu kjo mundësia nuk të jepet. Dhe sikur të mos mjaftonte dhimbja e madhe që familjarët kanë, duhet përballen dhe me lajme të tjera që hedhin dritë se si ndoshta nëse njerëzit do kishin bërë gjërat e duhura, nëse qeveria greke do kishte bërë gjërat e duhura dhe mbi të gjitha nëse nuk do kishin tentuar të manipulonin rezultatet e hetimeve, ata do i kishin sot familjarët e tyre në shtëpi. Siç u thash, ishin flakët ata që shkaktuan dhe dëmin më të madh. Por sipas hetimeve, gjithçka ndodhi për shkak të karburantit dhe vajrave të silikonit. Apo jo. Por familjarët nuk u ndalën me këtë lloj hetimi, vendosën të heton në mënyrë private dhe gjeje se çfarë i thanë. Ekspertët thanë silikonit nuk do kishin qenë kurrë në gjendje të shkaktonin shpërthime aq të forta. Kishte diçka tjetër aty. Dhe kjo shpjegon edhe sepse mendohet që qëllimisht skena të jetë ndotur, të jetë modifikuar për të bërë të mundur që të mos dalin në pa se çfarë po ndodhte realisht. Në vendngjarje bën sigurisht dhe analizat e ADN-s dhe provohet se ka prani të ksilenit dhe tolenit. Lëndë të rrezikshme që kur transportohen duhet të jenë super të siguruara, nuk duhet transportohen sidomos me trenin e pasagjerëve dhe pikërisht kështu kishte ndodhur. Lëndët plasëse kishin qenë në trenin e pasagjerëve sepse spostoheshin ilegalisht. Mendohet që rreth 2.5 ton lëndë të rrezikshme të kenë qenë prezente në trenin e pasagjerëve atë natë. Sigurisht të pa autorizuara sepse ishin po trafikoheshin. Mbas hetimeve, qeveria greke nxitoi ta quante një aksident. Por sigurisht që edhe sikur të mos ishte fare kjo pjesa e trafikut të lëndëve të rrezikshme, thjesht të gjitha arsyet e tjera tregojnë qartë që ishin paralajmëruar shumë herë përpara se të ndodhte kjo tragjedi. Kishin ndodhur incidente aty këtu, kishte mungesë të theksuar të investimeve dhe mirëmbajtjes së trenave, të stacioneve, të binarëve që e kishin çuar situatën deri në këtë pikë. Sigurisht një nga personat e parë që u arrestua dhe u morë në pyetje ishte përgjegjësi i stacionit të Larisas, i cili mundohet të mbrohet, duke thënë që kishte 5 net që ishte vënë në atë turn pa ju dhënë asnjëherë ndihmë nga pjesëtarët e tjerë. Tregon që stafi ishin të lodhur dhe arsyeja sepse nuk kishin ndezur kompjuterat, sepse me siguri kompjuteri do kishte vënë re që këto ndryshimet e binarëve janë bërë gabim. Ai thotë që në fakt kompjuterat nuk funksionojnë prej vitesh. Me sa duket, qeveria greke kishte vendosur një ligj që do instalonte sisteme alarmi që të mund t'i lajmëronin në raste të tilla përpara se të ndodhnin përplasjet për të shmangur ata dhe qeveria është vonuar, pra në disa vende ka vënë këtë sistemin e alarmit, disa vende jo. Qeveria ngre duart në ajër dhe thotë e ka fajin përgjegjësi stacionit, e kanë fajin makinistët që s'kan frenuar në kohë. Por në fakt nuk është e vërtetë sepse makinistët kanë frenuar, sepse është studiuar pak a shumë dinamika e përplasjes dhe ka dalë që paktën treni i pasagjerëve ka ulur shpejtësinë në mënyrë shumë direkte, shumë të fortë, shumë shpejtë. Dhe kjo është shenjë që është frenuar, por nuk është frenuar dot mjaftueshëm sepse nuk kanë arritur do ta shikonin njëri tjetrin. Ka një arsye sepse është përgjegjësi i stacionit aty që vendos binare. Sepse edhe po frenoj, siç u thash, ka një probabilitet shumë të lartë që të ketë shumë viktima në aksidente të tilla, sepse nuk frenohet dot në kohë.
Por nëse po mendoni që Greqia është më mirë se ne, ata janë ka shtet atje, kështu themi ne gjithmonë, do të për shtete tjera, atje ka shtet, atje nuk të lë njeri që t'ja hedhësh paq. Fatkeqësisht nuk është kështu. Sepse siç e thash në këtë rast, fajtor është edhe shteti në një lloj forme. Dhe kanë kaluar tashmë 2 vite nga kjo tragjedi dhe i vetmi gjyq që është bërë për humbjen e jetës së një kontrollori të biletave. Vetëm gjyqi ndaj tij është bërë dhe është do të shpërblyer familja me 800.000 euro sepse ai ka ndruar jetë gjatë përplasjes. Pra shteti grek në 2 vjet nuk ka bërë asgjë tjetër. Dhe mendohet që gjyqi i ardhshëm mund të jetë ndoshta nga fundi 2025-s, po edhe këtu ndoshta. Dhe duke marrë parasysh reagimin e qeverisë greke, duke marrë parasysh neglizhencën e tyre sepse kishte pasur edhe incidente të tjera më përpara, por që nuk kishin qenë kaq të rënda. Gjitha këto bën që populli grek, sigurisht i mbështetur nga ata shqiptarë që jetojnë atje, sidomos nga familjet e viktimave, vendos që nuk do e pranojnë një gjë të tillë. Dhe në fakt protesta të mëdha shpërthyen në të gjithë vendin dhe protestat nuk kanë ndaluar. Edhe në përvjetorin e dytë këtë vit ka pasur protesta shumë të mëdha dhe kjo është një shenjë mirë sepse zakonisht kur kalojnë vitet, ata qeveritarët e flejnë mendje që tashmë është ftohur rasti dhe ata nuk do kujtojnë më. Por fatmirësisht ata nuk ndaluan dhe e rikujtuan rastin dhe edhe më fort se herët e tjera. Protesta nuk ka pasur vetëm në Greqi, protesta ka pasur edhe nga grekët që jetojnë jashtë Greqisë. Pavarësisht gjithë natëve politike që ne mund të kemi me Greqinë, në këtë rast ne mundemi vetëm të marrim shembull. Se siç u thash, pjesë e këtyre protestave janë sigurisht e familjarët e viktimave shqiptar. Por këta familjarë sot më shumë se kurrë kanë nevojë për mbështetjen tonë. Të paktën familjarët e tyre nuk duhet ndihen të braktisur nga njerëzit e vet, nga ne. Dhe kjo video ime ka edhe këtë mision, ka edhe këtë objektiv, për t'ju rikujtuar që një ngjarje e tillë ka ndodhur dhe na ka prekur të gjithëve dhe duhet të flitet edhe më shumë për këtë tragjedi. Kjo ishte edhe historia që kisha përgatitur për ju. Mu sugjerua nga një ndjekëse në Instagram, të cilën e përshëndes. Shpresoj që të kem bërë një punë të mirë, shpresoj që të kem sqaruar pak a shumë ata që nuk i kishin shumë qartë. Në këtë mënyrën time, shpresoj të kem ndihmuar për të ndërgjegjësuar edhe më shumë njerëz mbi ngjarje të tilla. Unë ju përshëndes dhe ne do ritakohemi të premten e ardhshme, shpresojmë me një tjetër video true crime ose paranormale. Mos harroni të lini një koment me mendimin tuaj tek pjesa e komenteve, mos harroni të bëni subscribe dhe të vini një like videos nëse ju pëlqeu. Dhe nëse doni të më ndiqni në Instagram, keni linkun sigurisht, ku mund edhe të flasim edhe më shumë mbi ngjarje të tilla. Ciao.